Ekipet mobile për verifikimin e pensionistëve tashmë janë funksional. Ministria e Financave lanson ekipet mobile për verifikimin në shtëpitë të pensionistëve. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka filluar zyrtarisht zbatimin e projektit të ri për lajmërimin dhe verifikimin e pensionistëve në adresat e tyre të banimit përmes ekipeve mobile të specializuara. Ky shërbim është i dedikuar për pensionistët që kanë probleme shëndetësore serioze, të cilat u apamundsojnë lëvizjen apo paraqitjen personale, dhe për pensionistët mbi moshën 80 vjeçare. Pensionisti ose një antar i familjes mund të dërgojë kërkesë për verifikim në shtëpi përmes telefonit ose emailit në varësi të rajonit ku jeton pensionisti. Në kërkesë duhet të përfshihen të dhënat e sakta të pensionistit dhe një arsyetim i qartë pse kërkon shërbim në shtëpi. Pas pranimit të kërkesës, ekipi mobil i ministrisë do të caktojë një vizitë në shtëpinë e pensionistit për të përfunduar procesin e lajmërimit. Ekipet mobile janë të angazhuara të punojnë 7 ditë në javë për të mbuluar të gjitha rastet në kohë dhe në mënyrë efikase. Varësisht nga komuna apo rajoni ku jeton pensionisti, kërkesat mund të dërgohen në adresat elektronike ose numrat e telefonit të cilat shfaqen në ekran. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve shpreh përkushtimin e saj për të garantuar që asnjë pensionist të mos përballet me vështirësi në realizimin e të drejtës së tij për shkak të moshës apo gjendjes shëndetësore. Ky projekt është pjesë e angazhimit më të gjerë për të sjellë shërbimet më afër qytetarit, duke respektuar dinjitetin dhe nevojat e të moshuarve tanë.